Në lagjen Hajvali të kryeqytetit është inauguruar një objekt i ri qeveritar, njëri nga 11 objektet që pritet të ndërtohen në këtë zonë, e njohur ndryshe si Prishtina e Re. Inaugurimi i objektit u bën nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, bashkë me drejtorin e Agjencisë për Mbrojtjen e Informacioneve të Klasifikuara, punonjësit e secilës do të sistemohen dhe do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë hapësirë. Sipërfaqja totale prej 4682 metra shkatror dhe parashihet që t'i akomodoj diku rreth 150 zyrtar të shtetit. Investimi total që është bërë në këtë ndërtesë është rreth 1.8 milion euro. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, në kuadër përgjegjësive të saj, e ka edhe pjesën e reformës së administratës publike. Është shumë e rëndësishme që zyrtarët e amikut të jenë në hapësira të sigurta, ku ruhet dhe administrohet informacioni i klasifikuar në mënyrë të sigurt dhe të përgjigjem kërkesave tona ligjore në raport me mbrojtjen, qarkullimin dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Kompleksi qeveritar Prishtina Re shtrit në 4.5 hektar dhe parashen ndërtimin e 11 ndërtesave me rreth 45.000 metra katror, ku pritet të akomodohen rreth 1.800 zyrtar shtetëror.